Ka tash, s'ka tash. Mirëmëngjes. Unë jam Migena dhe po nisim një vlog të ri. Jam bërë që për tace këto ditë, nuk kam filmuar fare, përveç se që mbylla vlogun e kaluar, edhe po dje filmova shumë pak. Ishte Pashkët, ne shkuam te mami Endri sepse ato I festojnë. Endri bie që është gjysmë musliman edhe gjysmë katolik ortodoks. Okej. Festuam atje. Tani, t'ju uroj gëzuar. Kjo video nuk e di se kur do dalë, por gjithsesi do të them gëzuar. Sa më shumë bashkësi. Sot u shuam, kemi dalë pak te balkoni, pime mami kafen. Unë pijen time, Adrola pijen e saj. Edhe tani ato të dyja dolën, kështu që unë kam mundësinë të spërndit pak të rrëmujën që është bërë këtu. E pastaj mbas dite, dua që të shkojmë tek Jumbo, ka bërë në ato tavolinat e vogla që janë dy, nëse e keni parasysh për cilat. Duam të shkojmë sot I marr, se dua të heq të tavolinën e madhe. Më zë shumë hapësirë. Po, pas e shkojmë sot pas dite, mi që kishte edhe ulje tek Jumbo, si për fest. Po të shikojmë si do vi Endri. Do vi lovër apo shumë I lovë, e s'do mundet të dalë kështu ashtu, por që gjithsesi të shikojmë. I ka t'i le llafet unë të bëj punët. Mora edhe karafil djetë e mami Endrit, më pëlqeu shumë kjo ngjyra roz, shikoni sa bukur është. Mora 3 kështu, të mund të zjen edhe me fara, po derisa të dali fara e të tjera, kështu që më bukur kështu. Do bëjnë direkte, e këputi Adrola dje dhe mua më erdhi keq mora. I kam futur këtu në ujë. Të shpresojmë që do zihen tani. Kam vendosur edhe një lavatrice me kuverta që kisha shtruar këtu te këndi, sepse I hoxha këto I lava pak. Të lajnë ato, t'i ndej, pastaj kam edhe 2 lavatrice për të larë. Duhet të bëj edhe gati Adrolën për në kopë, është ta laj, t'i gjej rrobat, t'ja bëj gati. Sot ishte pushim, se ishim Pashkët dje, kështu që nesër duhet të fillojmë javën për te kopshtin. Porosita edhe këtë kompletin më erdhi dje, është shumë I lezetshëm, shumë I bukur. Ja, kjo bluza duket e madhe shumë, por që ri oversize, është small, e ka modelin vetë të tillë, edhe këto stretchet, që kështu janë shumë të bukura, por janë shumë të dedukshme. Dhe nëse nuk I vesh në këtë bluzën që të mbuloj komplet, duken të gjitha, shikoni. Aty nuk dallohet tani, por që janë komplet të dukshme, komplet duket çdo gjë. Edhe nëse I vesh me të brendshme të duhura, prap janë shumë të dukshme. Por që gjithsesi, për aq leksa kanë kushtuar, janë shumë mirë. I vesh atje kur shkon te mami Endrit edhe dukeshin goxha bukur, lezetshëm. Tani më duhet të heq edhe pak rrëmujën këtu, po do ulem mirë pastaj. You worry about a thing, oh no. Every day is just a brand new start. Just follow your heart. So many dreams are waiting for you. Sing, hey, it's okay. Tomorrow's gonna be a new day. It's okay. So live your life, live your way. Your way. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Ju kam treguar herën e fundit që ishim tek Jumbo dhe që shkojmë në Vlorë, por nuk ju tregova çfarë morëm. Kam mbajtur faturën këtu që t'ja tregoj, mi që kishte edhe ulje, për kuriozitet. Morëm tavolinën, që është kjo këtu, me këto të dyja.
Është e lezetshme. Nga 20.000 lek e morëm 16.800 lek. Pastaj morëm karikën e Adrolës, që është kjo këtu. Ja. Adrola tani ka filluar të mësoj numrat, edhe i duhet një tavolinë që të shkruaj karike, kështu që tek këto është mirë. Karikja nga 8.000 lek, 6.700. Mora këtë për të vendosur qeri, ka vendosur një këtu brenda. E lezetshme, e zezë. Kjo ishte nga 1.500, 1.250, edhe bazament për qerin, druri, që është kjo këtu poshtë. Kjo. E mora këta vendosur këtu sikë dhe për ndonë qeririn. Nga 1.500, 1.250. Edhe të gjitha kanë kushtuar nga 30.931.000, kanë kushtuar 25.926.000 lek. Kështu që është goxha ulje mirë. Pastaj siç u thash shkuam edhe në Vlorë, kurse dje nuk kam bërë asnjë gjë. Thjesht kemi dalë në shtëpi, kemi dalë vetëm pak këtu poshtë sepse duhej një fotografi për Adrolën. Ja bëra këtu te galeria kush është kafjeri e di. Shkuam me lam edhe sot ja çova mësueses në mëngjes. Njërën e kam vendosur aty sepse i bëra me 2 përmasa, nuk e dija në fakt si duhej me çfarë përmase, edhe ato mbajtën njërën ma dhanë me vete. Tani unë pastrova pa këtu, mezi kam larguar maraushkat. Nuk e di qa ka hedhur Adrola, edhe... Por që më në fund i pastrova, i lëviza të gjitha, i lava, u lodha, po, nejse. Ande kam vendosur fasule për drek, thashtu i vendos që t'i bëj punët me Terezi. Edhe tani ula këtu të flas pak me ju se nuk kam filmuar. Nuk ju thash që sot na iku dhe nëna, edhe po më duket shpia borë se isha mësuar që qoesha dhe kisha mami këtu. Mami pinte kafen, u bia pijen, shkonim merim Adrolën të dyja, më ndihmonte me punët, me Adrolën, e nxirrte Adrolën mbas dite. Tani do na duhet i bëjmë të gjitha vetë këtu. Por që rëndësi ka që erdhi, u kënaqëm edhe... Po. Po pse më mbyllë mëj të mbyllë? Më ka dalë kaq shumë kjo njerëz edhe fate në TikTok, se thash pe hap të shikoj edhe njerëz se kam sa vite parë. Edhe po i shikoj tani nga fillimi, domethënë serinë e parë. Është i lezetshëm. Endri me Adrolën dolën, kurse unë thash jo, do ri në shtëpi do shikoj pak të, sepse po më tërheq aq shumë. Mirëmëngjes, nga një ditë tjetër, pas 2-3 ditësh, po. Adrola sot është pak më mirë, domethënë nuk ka temperaturë, vazhdon të ketë kollë edhe hund shumë, por që është mirë. Nuk kemi shkuar 2 ditë në kopshi, ai, masu ka vit ka stilet i duash. Kam jetë. Edhe, po, sot jemi liçuar, kemi ndënjur të dyja, kemi ngrënë mëngjesin, e tani po presim të vijë Endri nga puna. Nuk kemi ndonjë një plan për të bërë ndonjë gjë, por që rëndësi ka që sot jemi më mirë. Kam vendosur lavatrishën prapë si gjithmonë, ndjeva një tjetër jashtë, kam edhe një tjetër pastaj. Bën shumë, po shumë rroba në shtëpinë tonë. Edhe të gjitha, nice. Pash edhe pak lulet, ato karafilat mos kishin lëshuar rënjë. Por jo, ndoshta është pak shpejt edhe nuk e di se do vënohen ato. Por që gjithsesi mezi po pres që të dalin edhe t'i mbjell të shtojnë lulkat në shtëpinë time. Se di po më fillojnë të më pëlqejnë aq shumë se se keni ide. I shikoj edhe sikur më mbushen syt. Plus që kam një balkon këtu në krah të pallatit që është plot me lule dhe nuk e keni ide sa bukur që duket, ja u tregoj pak. Bare një lule, ta shikojnë shoqe? Ke bërë bukur? Shumë bukur e ke bërë. Huma të këtemu, po shkoja deri tani nga këto gjërat për ditëlindjen e Adrolës, sepse këtë vit do e festoj te kopshti dhe dua që t'i bëj pako, siç e bëjnë gjithë për fëmijët.
por që dua të zgjidh disa gjëra të veçanta dhe ku më mirë se te Temu mund të gjesh nga këto mirë edhe lirë. Kam gjetur disa gjëra shumë, por shumë të bukura. Normal që do i gjej se kam 2 orë që ri aty. Por që nuk do t'ju tregoj, kam porositur qeset e paketimit, kam porositur një mbajtse për lëpirësen, shumë të bukura, një lodër, që është si tip puzzle kështu me kafsh, një qese ku do të vendosim biskotat, edhe që kisha porositur tjetër. Edhe disa gjëra për vete, edhe për Adrolën. Për Adrolën një kostum shumë të bukur, që do e veshin ditën e ditëlindjes, edhe i kam porositur, do me tani kam tek shporta, që do i blesta për të Endri, që të m'japi kartën e bankës. Sepse s'mund vendos timen këtë të YouTube-it, se duhet kartë blerjesh. Kështu, ne duhet të shkonim pak tek supermarketi, sepse duhet të blej një tigam për të bërë krepa, por Adrola po fle. Endri shkoj të qetet, ka shkuar vonë, edhe nuk e di a do shkojmë sot. Por që duhet të shkojmë patjetër për ta blerë, sepse nuk i bëj dot krepat me atë tiganin e vockël që kam. Do 10 orë. Tani do iki të bëj një rutinë të fytyrës, do bëj atë scrubbing, se kam disa ditë pa e bërë, kështu që më duhet ta bëj se ma bën fytyrën shumë të mirë. Erdha këtu tani, kreva pa këto flokët, se e zuri gjumi Adrolën, edhe ishte gjithkohë kështu. Edhe më ishin bërë si lesh. Pak i kam si lesh se nuk i kam shtrirë. Edhe pak mi bëri Adrola edhe mi jam bërë fix lesh. Do me thënë si dele. Duhet të lanë, po do pres edhe sot të lajmë nesër që t'i shti flokët edhe t'i kem gati për të dielën pastaj në qoftë se do dalim. Se nuk e kam idenë a do dalim po jo. Por që po. Edhe më gjithë kope. Po u flisja për ditëlindjen e Adrolës. Ditëlindja e Adrolës do edhe një muaj në fakt. I të rëndon, se që thash për nese. Dhe i përsi që tani, që nuk i djetë sa vonohen. Ami ura do ta ura që shpy, u pa ura do. Okej. Nuk i djetë sa vonohen, një tjera, që më mirë t'jem brenda. Tani erdha këtu, të bëj scrubbing e fytyrës, që thash, që Adrola po bën rutinën e darkës. Pastaj i hepër gjumë. Mami me laj fytyrën, pastaj damat. Shka shi këto? Shumë bukur i t'i lë. I rave? Okej, tani e mira të përgjën. Po bëj dhe mbylljen e flokët tu, se ka pak shtrembur. Nice. Po thoja që po bëj mbylljen e flokët tu, pak e shkurtër, por që gjithsesi unë shpresoj që t'ju pëlqej. Ashtu si u them gjithmonë mos harroni të bëni një like, një comment, një share, një subscribe, edhe në bashkë të qeni si gjithmonë në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafë të gjithë. Shihemi në video tjetër. Bye!